Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do të përfaqësojë Shqipërinë si vend antar themelues në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes, organizatës së ideuar dhe drejtuar nga presidenti Donald Trump. Takimi do të mbahet në 19 shkurt në Washington. Shqipëria shkon e përfaqësuar nga kryeministri në rolin e vendit antar themelues. Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali sqaroi në përmbyllje të ministerialit të Tiranës për korridorin e 8 se në këtë fazë organizatës vendi ynë nuk ka asnjë detyrim financiar. Nuk ka detyrime financiare, ashtu siç dhe u diskutua gjërësisht në parlament. Por Shqipëria është angazhuar për t'u përfshirë në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gazë, që pritet të zyrtarizohet në vijim të zbatimit të planit me 20 pika të presidentit të Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës dhe rindërtimin e territorit palestinez. Në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza dhe ne këtë angazhim e keni marrë, por do shohim në bazë të statutit si vend themelues edhe detyrimet tona në vazhdim. Shefi i diplomacisë shqiptare shtoi se Bordi i Paqes nuk është një projekt alternativ ndaj Bashkimit Evropian, i cili mbetet objektivi madhor dhe prioriteti strategjik i Shqipërisë, por një mekanizëm i kompletuar ku vendi ynë mund të jap kontributin e vet. Jo të zëvendësoj organet e tjera siç janë Kombet e Bashkuara apo multilateralizmin te i cili ne besojmë fort, as është një projekt alternativ, se këtë e kam lexuar në disa vende për Bashkimin Evropian, që mbetet synimi ynë madhor kombëtar dhe objektivi numër 1 strategjik i vendit. Shqipëria u bë pjesë e Bordit të Paqes me ftesë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe përfshirja në nismën e kreut të Shtëpisë së Bardhë u ratifikua me konsensus politik në kuvend. Megjithatë, demokratët kundërshtuan përcaktimin e kryeministrit Rama si përfaqësues të Shqipërisë në Bordin e Paqes.